Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit DTV Media, mirë se vini në Info. Këtë vit, qeveria e Kosovës sërish e ka paraporë që ta dërgoj projektin civil të Republikës së Kosovës për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës, e ku parashihen edhe martesat e gjinisë së njëjtë, gjë që ishte tentuar të kalojë edhe në mandatin e kaluar, por nuk ishin arritur të bëheshin votat. Po ashtu, këtë vit, ose këtë mandat, qeveria e ka parapar edhe projekt ligjin për gjendjen civile, i cili parasheh ndrimin e gjinisë çdo 10 vjet. Po ashtu, vazhdon të jetë aktuale edhe çështja e presidentit, pra diskutimet mes partive politike, se a do të mund të arrijë një konsensus apo jo që të zgjedhet presidenti deri me 4 mars. Për këto dhe temat e tjera do të flasim vetëm pas pak me deputetin e grupit parlamentar të PDK-s Eman Rahmani, por se por ju ftoj të ndiqni lajmet kryesore të ditës. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Querot, ka deklaruar se është çështje e partive politike të gjejnë mënyrën e duhur për zgjedhjen e presidentit. Ai i sheh si hap pozitiv takimet e fundit që janë zhvilluar në mes të partisë në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje dhe 2 partive më të mëdha opozitare. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës lidhur me zgjedhjen e presidentit. Well, I think it's very good that the political parties are talking with each other. Mendoj se është shumë mirë që partitë politike po flasin me njëra tjetrën, është e tyre që të gjejnë një zgjidhje. Kuadri institucional i Kushtetutës së Kosovës e bën të nevojshëm që partitë politike të bisedojnë me njëra tjetrën. Sigurisht nuk dua të komentoj për këto diskutime tani, sepse është çështje e tyre që të zgjejnë mënyrën e duhur për zgjedhjen e presidentit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka deklaruar se një kandidat për president që i takon familjes Jashari çdo herë do t'i përgjigjej me po. Megjithatë, ai thekson se vendimi i takon kryesisë së PDK-s. Sipas deputetit të PDK-s, Enver Hoxhaj, dialogu për çështjen e presidentit mes kryeministrit Albin Kurti dhe liderëve të partive opozitare duhet të jetë më përmbajtësor. Një kandidaturë që vjen nga familja Jashari në Kuvend të Kosovës, unë do e thoja personalisht çdo herë po. Edhe një dialogu që do të jetë më përmbajtësor mes kryeministrit, kryetarëve të partive politike në opozitë, si për çastin kësaj teme. Gjykata themelore në Prishtinë e ka shpallur sërish fajtor ish drejtorin e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, Dritan Gashi, duke i dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim në rastin e njohur si Gylenistët. Aktgjykimi u shpall nga kryetaria e trupit gjykues, Violeta Namani Hajra. Përveç dënimit me burg, Gashit ju shqiptua dhe masa plotësuese e ndalimit të ushtrimit të funksioneve në administratën publike për 4 vjet, pas vuajtjes së dënimit. Sipas aktakuzës së prokurorisë speciale, Gashi në cilësinë e drejtorit të AKI-s në mars 2018 kishte të kaluar kompetencat duke u angazhuar në dëbimin e 6 shtetasëve turq nga Kosova, në kundërshtim me procedurat ligjore. Një person është arrestuar në Malishev në ndyshimin për falsifikim të rezultatit të votimit në procesin e fundit zgjedhor. Sipas policisë, i dyshuari gjatë procesit zgjedhor kishte qenë kryesues i komisionit për numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Pas intervistimit nga organet kompetente, me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje. Hetimet lidhur me rastin janë duke vazhduar. Kontrata për shitjen dhe blerjen e energjisë elektrike në 5 vitet e fundit është bërë temë e diskutimit në mbledhjen e sotme të Komisionit për Ekonomi. Deputetja e LDK-s, Janina Ymeri, kërkoi që në kuadër të planit të punës së Komisionit të përfshihen edhe kontratat e shitjes dhe blerjes së energjisë elektrike në 5 vitet e fundit. Mirë po, deputetët e mazhorancës kërkuan që kjo çështje të zgjerohet prej vitit 2000. Tema e kontratave shitblerjes së energjisë elektrike bashkë me anekse kërkon për juve diskutim më gjatë, më shumë se javës tjetër më kanë rendite, unë nuk besoj që keni më shumë kohë, fakt
ju nevojitet kohë për me diskutu tutje, është kaq e thjesht. Sa është ble energji elektrike dhe sa shit. Sa për propozimin e zotit Ramadani edhe në pajtona, sa për mu pe viti 2000 nis nuk prish punë, 2026 edhe krejt shihet pavarësisht partisë. Qëllimi është që të fillojmë në mënyrë sa më konstruktive, por nëse kjo bëhet një normë e shpesh që të hedhim në votim çdo propozim, atëherë do të jetë pak më vështirë për komisionin. Fillimi është qëllimi me qenë në mënyrë më konstruktive, por siç është edhe zonja Janina, janë edhe deputet që nuk pajtohen me këtë propozim, pra qëllimin e kanë që të ketë sa më shumë qartësi në planin e punës, në shtrimin e debatit dhe të kërkohen të gjitha datat, pra jo vetëm për një datë. Komisioni për Erësim i Legjislaturës së 10 në mbledhjen e parë miratoi fushveprimin e vet gjatë këtij mandati. Antari i komisionit nga lëvizja vetëvendosje Farush Rexhepi propozoi që një pjesë e punës së këtij komisioni të jenë dhe mbikëqyrja e institucioneve shkencore arsimore. Por deputeti nga lista serbe, Nemanja Bishevac, u shpreh kundër mbikëqyrjes së arsimit të lartë në veri të vendit. Sipas tij, kjo çështje i takon dialogut Kosovë-Serbi, e deputetin serb e kundërshtoi deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj. Duhet të propozoj është futja e mbikëqyrjes të zbatimit të ligjshmërisë edhe në disa institucione tjera shkencore. Pra është fjala për Institutin e Historisë dhe Institutin Albanologjik, edhe është edhe Instituti i Pedagogjisë. Ekziston Universiteti në Veritë Mitrovicës ka dalë si rezultat i procesit të atisarit në Vjenë, nuk ka të bëjë fare me dialog, është pjesë e sistemit tonë arsimor, dhe unë si deputet i Kuvendit të Kosovës mund ta monitoroj edhe të mbikëqyrë çdo institucion i cili është brenda territorit të një shtetit sovran. Nuk duhet që të polemizoj, por nuk e shoh që temat e arsimit edhe të dijes duhet të jenë temat të një debati të një politike ditore, se në fund të ditës gjithë janë qytetarë të Republikës së Kosovës. Agjencia franceze për zhvillim e përfaqësuar nga Proparco ka nënshkruar marrëveshje financimi me Agjencionin për Financim në Kosovë në vlerë prej 5 milion eurosh, e cila synon fuqizimin e grave dhe komunitetit rural. Nga shuma 5 milion euro, 3 milion prej tyre janë ndarë për gratë ndërmarrëse, ndërsa 2 milion të tjera për zonat rurale. Ambasadori i Francës në Kosovë, Oliver Guerrot, vlerëson se me këto kredi do të fuqizohen gratë dhe sipërmarrësit në zonat rurale. Ky bashkëpunim me Proparco, i cili është prej 5 milion euro, do të shfrytëzohet më tepër për kreditim të femrave ndërmarrëse, si dhe femrave në bujqësi. Deri me tani, Agjencioni për Financim në Kosovë ka shpërndarë diku afër 500 milion euro me diku 165.000 kredi. Kështu që është një institucion mikrofinanciar mjaft i suksesshëm, i cili vepron që nga viti 1999. Shikues nderuar, pas këtij bloku të lajmeve tani është koha për bisedën në studio me deputetin Eman Ramoni. Zot Ramoni, mirë se vini në Info. Mirë se vini dhe faleminderit për ftesën. Po e nisim me një çështje që sot e bëre publik pikërisht ju në rrjetet sociale, që tani më e keni marrë edhe agjendën legjislative, domethënë të ekzekutivit që do ta sjell në legjislativë për të shqyrtuar dhe për të miratuar, edhe janë disa çështje që mjaft të rëndësishme, të cilat edhe i keni kundërshtuar edhe mandatin e kaluar kur keni qenë edhe pjesë e vendosjes. Për kodit civil me ato probleme, nenet problematike. Si pati ju këto, se reaguat këgja ashpër e pash ato, është një shqetësim thejme e paraqitet. Ma shumë si informim, sepse unë kom deklaru edhe gjatë fushatës, edhe para fushatës, edhe çdo herë që kjo është agjendë, edhe sepse vetëvendosja beson në këto vlera, edhe kam i shty përpara kurdo që i jepet mundësia. Thjesht tash edhe si deputet, edhe si opozit, për mua është obligative me i shpërfaq aktivitetet e kësaj agjende, cila është jashtëzakonisht e rrezikshme për familjen tradicionale shqiptare,
por habit fakti që prioritetet kryesore gjatë vitit 2026 jam parapo që gjitha këto 3 ligjet cilat jam kundërshtuar dhe nuk arrit me i kalu gjatë mandatit kalum, i ka fut si pjesë të agendës legislative të qeverisë për vitin 2026, ligji për gjendjen civile ku parashihet ndrrimi i gjinisë dhe përmes kësaj na arrin gjitha ato objektivat si agjendë ose si sekt që ekzistojnë, ku lejohet ndrrimi i gjinisë çdo 10 vjet. Si mund bëhet kjo, zotë jam Ramoni? Qysh burrohet gjinia çdo 10 vjet? 10 vjet po du me najt burr 10 grua qysh? Apo veç deklarohesh? Qohesh mëngjes, shkon në komunë edhe i thu prej sotit, une si jam burr, po du me kon gru, edhe regjistrohesh si gru në komunë edhe në dokumenta zyrtar te gjinia nuk njifet më mashkull po femër ose kundërta një femër vepron në njëjtën mënyrë. Kjo ka shumë cashë. Edhe nëse nuk ka ndërhyrje. Jo, s'ka nevojë asnjë ndërhyrje. Ti mundesh me pa në aspektin vizual një person një burr, po ai thotë që unë si jam burr, po unë jam gru. Sepse po mendoj që kështu jam, kështu po nina edhe duhesh me mu drejtu me zonjë edhe jo zotëri. Kështu që ky ka shumë objektiva, se përmes këtij ligji, për shembull, lejohet edhe martesa mes gjinisë. Sa zonë për shembull 2 burra nëse dojnë mu martu sot, ligji nuk i lejon. Nëse kalon ky ligj, atëherë njëri shkon regjistrohet si gru, tjetri si burr edhe ju lejohet. Madje ju lejohen gjitha benefitet ligjore dhe shtetënore të cilat i takojnë një çifti të zakonshëm. Mundet edhe me adaptu fëmijë. Për shembull 2 burra nëse martohen, sepse në dokumenta zyrtare ata njihen si çift burr dhe gru, sepse njëri është regjistruar si gru dhe tjetri si burr. I arrin gjitha objektivat të cilat i kanë pas edhe te ligji për fertilizim, edhe te ligji për te kodi civil, përmes ligjit për ndryshimin e gjinisë. Ky parashihet vjen muajin e 6, në bazë të agjendës cilën e ka dërguar sot qeveria e Republikës Kosovës, kurse kodi civil dhe ligji për fertilizim parashihet të vinë në tetor të këtij viti. Domethënë 3 objektiva që i ka si ndër prioritetet kryesore gjatë vitit 2026 janë këto. Ka dhe ligje tjera të cilat janë, mirë po këto janë ligje të cilat janë kundërshtuar edhe prej vetë qytetarëve, edhe opinionit në përgjithësi, por edhe shumicës deputetëve në kuvend, sepse për 4 vjet nuk ka arrit me kalu asnjërin prej këtyre ligjeve. Po cili është rreziku, zoti Ramoni, cili është rreziku që nëse miratohen këto, çfarë bën? Absolutisht, domethënë e para e thash që përmes ligjit për ndrimin e gjinisë ju lejohet martesat mes 2 burrave, lejohet pastaj adaptimi i fëmijëve, domethënë thjesht krijohet një familje e cila s'ka të bëjë as me traditën, as me kulturën, as me vlerat tona si shoqëni edhe si njerëz, as me natyrshmërinë se qysh edhe çka na ka kriju Zoti. Domethënë bien ndesh me gjitha parimet edhe traditën e kulturën tonë si shoqëni në përgjithësi. Pastaj është ligji për fertilizim, cila i mohon të drejtën fëmijës me ditë kur ne ka bab. Një gru, ka përmes këtij ligjit i lejohet që me gjetë një dhurues spermes atje, cilët bëhen kryesisht me pagesë, ka njerëz që e shesin, kemi pa raste që kanë ndodhur me 300 e 400 fëmijë kanë lind prej një personit cili ka shkuar dhe ka shit spermën në vazhdimsi, edhe këtu të na lejohet, domethënë që jo lejohet, po ndalohet me ditë edhe gruaja, edhe fëmija që lind, kush ka qenë dhuruesi ose kush ka qenë baba i atina fëmijës. Domethënë edhe pa qenë martuar, pa asnjë, domethënë një grua vetëm shkon e merr spermatozoidin nga një donator, edhe ka me lind një fëmijë që pastaj ja mohon të drejtën për me ditë kon e ka babë. Po çfarë rreziku paraqet kjo në kuptimin se kush lejohet të japë dhe kush jo, domethënë nga cilat vende, nga cilat domethënë mosha, çfarë bëdi, domethënë a lejohet që të kemi, sepse edhe mandatin e kaluar kemi pas shqetësime që kanë ngritë edhe deputet të vetëvendosjes që donatorët janë po vinë nga Serbia. Ka pas të tillë. Domethënë që është shqetësim që mund me ardhur dhe mundet me problematike. Mbas ligjit, a mund ndalu vendet për kujt? Nuk janë ndalën asnjë vendit. Domethënë sepse domethënë pastaj quhesh racist nëse ja çon edhe ligjet për cilët të tjerat nuk mund me i kufizu. Kushdo që dëshiron me dhuru, me donu spermën e tina, domethënë për
një grup caktuar me cila kërkon, e ka të drejtën pa marrë parasysh për cili vend vjen edhe ku vjen edhe çysh vjen. Do thonë, janë çështje që na i kemi diskutuar, të diskutuar, është madje shumë erron edhe për me u rikthy prapë se diskutimi edhe për neve, por që absolutisht është përgjegjësi edhe obligimi jonë që diskutojmë edhe flasim për këto çështje. Kush pishtyn? Absolutisht që ekziston, domethënë çështja se është keq interpretuar prej shumë grupacioneve, prej ministrit e prej gjithëve që këta nuk po dojnë me leju në sektorin publik, po dojnë që këto me i dërgu në sektorin privat. Dhe u dëshmu e kundërta, domethënë pas disa investimeve që ato bën, çështja e fertilizimit, po flasim për çifte, sepse fertilizimi për një burrë dhe një gru, cilët kanë probleme shëndetësore dhe nuk arrin deri tek fëmia, ekzistojnë procedura shkencore ku përmes spermës të këtij burrit arrin me u fekundua dhe me arrit te fëmia të cilën absolutisht na e mbështesim edhe i inkurajojmë për me i bëu edhe me i kry këtë investimet që më ja u mundsu në sektorin publik këto çështje. Në sektorin privat kjo është tu ndodh, edhe është tu ndodh pas një lloj mbikëqyrje tash e 10 vjet e 15 vjet. Atje do duhet ishte bërë një hetim jashtëzakonshëm. Unë jam i sigurt që aty ka probleme tepër të mëdha dhe njëna prej kërkesave edhe si deputet ka më qenë formimi një grupi hetimor parlamentar për të hetuar se çka ka ndodhur me këto çështje sepse është domethënë unë besoj që ka shumë probleme të cilat janë shkaktuar përmes spitaleve private në këtë aspekt. Po kjo çka po dojmë ta me bë është që Kosovën me kthy si një qendër të kësajna sepse në këtë mënyrë se e rregullon ligji në vendin tonë, këta që kanë para pa, nuk ekziston thuajse në asnjë vend të Evropës. As të rajonit, as të Evropës thoni? Absolutisht të rajonit, domethënë mënyrën qysh. Pse ma ndryshe na pra? Cilat janë kërkesat? Domethënë, kujt vjen kjo kërkesë kaq e madhe që të ketë ndryshe për vendeve të rajonit? Ta zëm Shqipëri, Maqedoni, Malzi. Ka interesa shumë të mëdha, domethënë. Zakonisht, domethënë këto donimet shkojnë kryesisht në spitale private dhe nuk shkojnë në spitale publike. Edhe për shkak të ruajtjes së konfidencialitetit e për shkak të këtyre gjanave, kryesisht gratë ose kushdo që don me i këtyre procedurave i përdorin edhe ka interes shumë madh. Është për shembull janë dy vende të cilat njihen si qendra që edhe sot ka gratë të cilat nuk dojnë me u martu edhe prej Kosovës dhe shkojnë në ato vende edhe i kryejnë këto procedura. Domethënë vendi cilin dojnë me kriju si bazë, si qendër të Evropës për këtë mënyrë, për momentin me këtë ligj e krijon Kosovën si një pikë referuese për krejt vende tjera. Vende tjera që dojnë me ardhë edhe me i kry këto procedura, këto veprime të cilat as nuk na bojnë derë, as nuk i shërbejnë as shoqënisë e as vendit tonë. Pse kjo kërkesë kaq e madhe pra që të bëhet? E ka kusht nga Bashkimi Evropian apo pse duhet të bëhet kjo kur themi kundërshtohet kaq shumë edhe jemi është një popullsi tash ndoshta nuk po du me dalë tek feja, po është 96% musliman dhe në këtë pjesë, domethënë kundërshtimi vjen prej gjitha përkatësive fetare, nuk vjen vetëm prej muslimanëve. Domethënë te Kodi Civil ka pas deklaratë përbashkë publike prej myftijut, prej kishës katolike, prej përkatësive tjera fetare të cilat kanë dalë edhe bashkarisht i kanë kundërshtuar këto. Domethënë edhe në kuvendun kam pas domethënë diskutimet me kolegë deputet që vinë prej konfesionit katolik, cilët kanë qenë domethënë kundër edhe kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë kundërshtimin e këtyre ligjeve. Kështu që kjo s'ka të bëjë veç me përkatësinë fetare, në aspektin e përkatësisë fetare se cila fe i kundërshton këto ndryshime të cilat provojnë. Do s'mund të shihet si e tillë, vetëm sepse është interpretuar, ti e dini pak a shumë. Qëllimi është çdo herë kur një fenomen që don me fut mesin e popullit, mundohen me vendos me një kategori të caktuar që me mbesh me ata, por fatmirësisht nuk kanë arrit edhe nuk do të arrin prap sepse njerëz qytetarë të dinë këtë çështje se a do të më martu burri me burrë dhe gruaja me grua, edhe a do të një fëmijë me ditë kënë e ka babë ose kënë e ka nanë. Domethënë këto janë çështje edhe cilat duhet me u diskutu në detaje për me ja shpjegu si të qytetarë se çka është të ndodhur. Kjo është thjesht ideologji, është përdorur në shumë vende të botës, kryesisht në ato të Evropës në një pjesë tyne, ku
dojnë njerin me zhvesh prej familjes, mos me pas atë fuqinë edhe mbrojtjen e organizimit familjar, qëllimi ty është krijimi në individit, dhe ne dim se sa vështirë është një nonë me rrit një fëmijë, domethënë e vetme. Se cili kem familje, se cili kem edhe dikan familje që për shkaqe qoftë luktës, qoftë natyrave tjera, ka met migru me fëmijë, sa vështirë edhe sa njerëz i dalin në ndihmë për me ja lehtësua dhe me ja ndihmu rritjen e aty në fëmijëve, që absolutisht është vlerësh është një histori, mirë po krijimi i masave stimuluese për me tjetërsu njerin, me largu prej familjes, dhe me thonë, nuk jenë vështu, ka pas aktivitetet vazhdueshme gjatë 4 viteve, dhe për këtë arsye, dhe me thonë, unë kom deklaru çdo herë që problemi ka me qenë i jashtëzakonisht i madh ideologjik me këtë qeverisje, për shkak që familjen, njerin, edhe venin, edhe shoqërinë e shem ma ndryshe se sa që kemi organizimin shoqëror në si vend edhe shumica e vendeve. Kjo ndikon në ulljet natalitetit, kjo ndikon në largimin e organizimeve të përbashkëta familjare, gjithçka, thjesht shumica e politikave janë politika të cilat e largojnë njeriun prej njeriut, dhe qëllimi i pushteteve pastaj është që tu e kriju si individ njeriun, pa shoqëni, pa rreth, pa familje, pushteti çdo herë e dirigjon, e kontrollon, e udhëheq ka do që të në shumë letë, ne e shohim se cilin mas, se cilin veprim që kjo qeverisje ka marrë, fillimisht e ka bo presionin që me hek prej fuqisë edhe me hek prej besimit ato që cilin ja ka dhonë, pastaj kur e ka shtet për murit shtë, ja ka jep një ndihmës, një diçka, 4 vjet ka luftu çështjen e familjes, në fushat shkon jep 100 euro, jep ato, që donë me bleqat dignitetin me pare, sepse edhe materiali është ajo që të bën me harru pak për një periudhë caktuar, por që mas zgjedhjeve ta bjen prap kodin civil, e bjen prap ligjin për me ndryshu gjinin, kthehesh në realitet. Fatkeqësisht ka pas shumë individ cilët ju mbashku këtij rrugtimi. Po megjithatë, a mendon që mund të kaloj edhe kësaj radhës duke pa edhe përbërjen e grupit parlamentar edhe të vetëvendosjes themi për shkak të ka aty edhe deputet cilët edhe mandatin e kaluar bashkë me ju e kanë kundërshtu këtë, ka deputet që janë tash të ri që po ashtu kanë bindje kundër, madje edhe në këtë studio timen. Unë shpresoj që ata të ruajnë bindjet dhe mos t'i kthejnë bindjet në kalkulime politike. Për shkak që për mu në aspektin e trajtimit të gjithë deputetëve të grupit parlamentar të vendosjes janë njëjtë. Nuk i ndoj ajo ma praktikues, ajo ma kundërtina, sepse kanë garu në fushat zgjedhore me këtë plan program. Edhe me thonë drejten, në këtë pikë, vetëvendosja ka qenë e sinqert, nuk u tërheq asnjëherë prej qëndrimeve as për kodin civil, as për ndrimin e gjinis, as për fertilizimin. Këta tjertë kanë vazhdu me mbështet edhe me u bo pjesë ati organizimit politik që për mu e kanë pranu statutin e lëvizjes vetëvendosje. Unë jam largu pikërisht për shkak të atij statuti dhe për shkak të këtyre veprimeve të cilat i ka bo që nuk kanë qenë kur unë jam antarësuar dhe kur unë jam angazhu. Që thoni ka ndryshuar rrugës? Absolutisht po, nuk ka asnjë dokument ose veprim ku kryeministri ka deklaru publikisht që po kemi me shty këto, kemi me bo këto, deri në vitin 2022 kur e bjen kodin civil në kuvend edhe vazhdojmë me mbështet pastaj edhe me dalën parade edhe gjitha. Ai tashmë e ka pjesë të agjendës që unë e kundërshtoj politikisht, po unë nuk më me thonë që jetë të i mashtru njerëz, se në fakt nuk është të i mashtru, ai ju ka tregu njerëz që e kanë mbështet, u dash me ditë që këto agenda ai ka më shty përpara sepse i ka pjesë statutit edhe pjesë programit të qeverisë. Njerëz që janë bashku për me përfitu qoftë një mandat, qoftë një të mirë, çfarë do qoftë ajo, pushtetit apo materiale, me menimin hajtë se nashta si vjen, atëherë kanë gabu edhe metët me u pa që kanë me qenë veprimet e tyne. Angazhimi jam ka me qenë që me kundërshtu, mos me u leju këto me kalu në kuvend, me gjithë potencialin, kapacitetin që unë mundem me pas në kuvend, qoftë ato edhe ma radikale, po thëmë, edhe ka me u angazhu që me rritë sa ma shumë informimin tek qytetarët tek masa që edhe qytetarët më bu pjesë e kundërshtimit edhe me prani fizike, edhe me aktivitetet tjera të përditshme për shkak që këto ligje nuk dohet me u leju me kalu në asnjë mënyrë kuvendin e Republikës Kosovës, si të tilla që janë, sepse e pengojnë zhvillimin e shoqërisë, e pengojnë vendin tonë, e pengojnë familjen tonë, e cënojnë dignitetin tonë.
Se e përmendet të një ndërhyrje, e përmendet edhe veprime tjera radikale. Çfarë mund të jenë ato që për të penguar, themi, mosmiratimin e tyre? Cilin veprim i cili ma mundson me ndalu në kuvend, qoftë brenda, qoftë jashtë, pa marrë parasysh pasojave të mia personale, ka me përdorë për me ndalu këto veprime miratimin e këtyne ligjeve. Unë besoj fuqishëm që reagimi qytetarë ka me qenë shumë i madh edhe ka me u detyru, qysh është detyru shumica e deputetëve me votu kundër. Fatkeqësisht, shumica e deputetëve me bindje janë kundër këtyre kodeve, mirë po për shkak të servilizmit edhe frikës, humbjes pushtetit edhe pozitave, ata rreshtohen në mënyrë verbshme ndaj iniciativa dhe ndaj një agjendës e tillë. Kjo për mua më shqetëson jashtëzakonisht shumë edhe më pegon në aspektin e dinjitetit edhe njerëzor, sepse gjithë këta deputet këto janë të javë servu fëmijëve tyne. Domethënë, ne e pam se çka kenë edhe çka dashten me bo me Doracakun. Domethënë, ai Doracak është pjesë e krejtë kësaj agjende, domethënë, cilën fatmirësisht unë dalë në një mos, po fatkeqësisht janë eduku 2000 mësimdhënës me Doracak, cilët vazhdojnë dijen e tyne me shpërndau tek nxënësat në shkolla. Edhe ka me pas efekte dhe po ka efekte në disa shkolla, cilat po marrin raportime me aktivitetet e tyne, cilat kanë bojnë direkt me dinjitetin e fëmijëve, me rrezikun. Si pasojat i Doracaku? Absolutisht po. Si pasojat Doracaku, sepse Doracaku ka qenë i dedikuar për mësimdhënës, edukimin e tyne në transmetim tek fëmijët. Tash Doracakun fizikisht e ka hek, pa e ka kry punën e vetë. Nëse Doracaku shkon me a jep dijen mësimdhënësit, ja ka jep dijen mësimdhënësit. Informacionet që do çka dosh me shpërndate. Absolutisht po, i kanë kry trajnimet ata mësimdhënësa. 2000 mësimdhënës i kanë përfundu trajnimet me Doracak, kanë marrë një orit, edhe përmes lëndëve ndryshme ata kanë pas me i fut në përdorim tek nxënësit, me ju shpjegu mënyrën e edukimit seksual, po ai nuk është edukim seksual, ai është ngacmim seksual i fëmijëve direkt, dhe për ato do duhej me pas veprime ligjore, sepse janë, domethënë, shkeljet ligjeve edhe janë vepër penale, ajo çfarë kanë provuar me bëu dhe çfarë po bojnë në disa shkolla, disa mësimdhënës, menoj dhe besoj pa vetdijen e tyre. Po, besoni që se të kevunit, ju po thoni që si kanë servilos, por menoni që po e përdorë si dy fisht edhe këtë insistimin për t'i miratu, por duke i lënë kandidat për deputet e duke u rizjell deputet edhe ata cilët e kanë kundërshtu mandatin e kaluar, po do që mos e miratoj këtë kurti dhe tjetë mirë edhe me Bashkimin Evropian që po e kërkon miratimin në një gjëret e tillë, por edhe pastaj me qytetarët kënejt të cilët deputet janë vendimarrës dhe me tonë drejtën, unë e thash edhe më herët, në këtë pikë, tashmë Zotri Kurti është transparent, nuk i kam shef, edhe ai në kuvend. Megjithatë nuk ju ka hakmor aty në deputetëve të cilët nuk e kanë mbështet. Ata të cilët nuk i kanë ndryshuar qëndrimet ju ka hakmer sa ka qenë atë. Misar Korenicën e ka shkarku për i kryetarit qendrës në vitin 2022, në momentin që nuk e ka votu kodin civil. Janë edhe disa deputet që ata kanë vendosur me qëndru aty, që unë s'kam nevojë më për emrin, që i ka shkarku për i pozitave pse nuk e kanë votuar. Asnjë deputetit i cili ka votu kundër nuk e ka asnjë pozitë ekzekutive përveç atyre që i kanë premtuar që unë e votoj kodin mandatin e ardhshëm. Domethënë asnjë prej tyre. Shikoj këta deputet që ti një unë s'po du me ja përmend emrin, për shkak se edhe i kam koleg, a u heqin ai komision, a është bona njëri prej tyre ministër, edhe pse kanë vota disa shumë më shumë se sa shumë ministra të cilët janë zgjedhur. Domethënë aty po, ti mundesh me ardhë, me votu, mu përdor veç si mekanizm votimi, mirë po në vendimarrje nuk ki asnjë kompetencë. Kjo është mënyra që ata përdorin edhe ata kanë vend, por nuk është faj i kryeministrit. Është përgjegjësia tina që e lejon veten me bo pjesë. Të rritun janë absolutisht po. Kjo, unë prap du me besu që kur vinë to, domethënë e përdorin logjikën dhe përgjithësinë që e kanë si deputet, gjithë pa marrë parasysh, por që do të shohim, fatkeqësisht unë një farë testin, një pjesët madhe, edhe ja bona në seancën e funit, ku propozova ndërtimin e xhamisë së Ibrit,
edhe këta deputet asnjë nuk e votuan, nuk e mbështeten, edhe pse ka qenë premtim i kryeministrit Kurti. Madje i posh disa deputet që kënë se nuk ka qenë amandamenti profesional, është për keqardhje mi ndëgju edhe me arsyetu servilizmin e tyre. Një amandament paraqitet me vlerë të caktuar, pastaj nëse ai amandament ka lënë, ministria është e obliguar me bë projektimin, me bë hartimin e projektit, me shpall tenderimin për ndërtimin e asajna dhe është e obligueshme pastaj. Edhe nuk është deputeti se din shumë vlerën e saktë. Absolutisht, jo, por nuk është deputeti ai i cili bën hartimet projektit, i cili bën realizimet projektit. Deputeti propozon amandamentin dhe qeveria është e obliguar pastaj ministria e dikasterit të caktuar. Unë kam propozuar disa amandamente në vitin 2021 për buxhetin e vitit 2022, që kjo qeveri kurrë si ka realizuar, nuk i ka filluar ato projekte, por të mundu me arsyetu para votuesve për shkak që presioni është jashtëzakonisht i madh në këto kërkesa, me mashtrime, me gënjeshtra, me mundohen me jap kohë tjetër, por koha ka me i dëshmu krejt, edhe unë kam me shpërfaq. Domethënë lëvizja, njëna prej qëllimeve të mia ka me qenë gjatë këtij mandati me shpërfaq hipokrizinë edhe të shumicës deputetëve, një pjesë të konsiderueshme që janë aty, po edhe të ekzekutivet, sidomos të ekzekutivit, edhe të kryeministrit në raport me secilin premtim që e ka bërë gjatë fushatës, por edhe në raport me këto agenda cilat është të ishty, cilën ka me qenë angazhim jemi për me i ndalë edhe mos me leju që vendit tonë me ofru agendë të tillë. E fundit fare për këtë pjesë, zoti Ramoni, a besoni që opozita do të jetë e bashkuar në rreth kësaj që të kundërshtoj këto nenet, sepse tek e fundit kodi është i nevojshëm jashtëzakonisht shumë për Kosovën që ta ketë, por këto nene problematike të cilat ju i konsideroni si të tilla. Unë shpresoj me qenë, nuk ka qenë mandatin e kaluar, edhe pse kom pas mbështetjen e disa prej opozitës, po shpresoj që me qenë, unë besoj që është jetike për vendin kjo, dhe edhe për vetë partitë opozitare, po mendoj nëse ato rreshtohen edhe mbështesin lëvizjen, vetëvendosjen në këtë agendë, atëherë nuk e di se qysh kanë me përfundu, por do të me lanë angazhimi jam do të jetë që me bind sa ma shumë deputet me i kundërshtu këto ligje edhe këtë agendë, e cila ka për qëllim shkatërimin e familjes. Është një parametër i mirë që unë kom besu që pak ka me fillu edhe mos me hec me atë kërkesën e shpejt kjo qeverisje me që ka pas disa ndryshime në nivel global rreth këtyre temave, por fatkeqësisht po shihet që Kosova për momentin është ndër vendet e cila është të shtyr mas shumë të këtë agendë. Nëse e shef gjitha fondet cilat janë ndërprej prej USAID-it, në vendin tonë, po edhe në nivel global, në vendin tonë janë kompensu kryesisht prej subvencionimit nga ana e qeverisë gjatë vitit 2025. Gjitha organizatat cilat domethënë ka mbet keq për ato fonde, ka filluar edhe i ka mbështet kjo qeveri, ka mbështet edhe organizata sikur ajo që organizon paradat e krenarisë, që bazën e ka në Serbi, e pasaj e një të organizat vjen edhe marrë ligjerata fëmijëve tonë se si UÇK-ja është organizat kriminale organizume, dhe këto janë financimet cilat i kanë bërë tyre edhe po vazhdon me i bërë kjo qeveri të organizatave cilat kanë për qëllim humbjen e vlerave edhe të luftës edhe të familjes edhe gjithë shka në vendin tonë. Po, zoti Ramoni, po dalim një temë tjetër që është e këtyre ditëve dhe është çështje a do të vazhdoj ky mandat, kjo legislaturë, apo do të shkojmë sërinë në zgjedhje, çështja e presidentit. Si pot takimet e kryeministrit Kurti me dy liderët e partive opozitare, Bedri Hamzën dhe Lumir Abdigjikun. Me Hamzën nuk pati deklarime pas, por me Abdigjikun po, dhe si pot ato kalkulimet e tij që i bënte ato matematikat, na duhet 85, 84, jo mujna me LDK-n, jo s'mujna. Në veprimet politike, kryeministri është jashtëzakonisht kalkulant, dhe unë mendoj që këto takime opozita është dashur t'i bëjë të qarta që është dashur me ndodh para konstituimit të institucioneve të Republikës Kuvendit edhe qeverisë, në mënyrë që të ketë një dakordim rreth çështjes së presidentit. Tashme, domethënë, na jemi edhe 8 ditë afër përfundimit të afatit të zgjedhjes së presidentit të Republikës Kosovës, dhe veprimet
gangstere, po i qujtë kësaj qeverisje në këtë raport, duken me qenë edhe interesante, janë kogja vështirë të interpretueshme me jep sak se ka dhe qysh po menon me shku. Të shojmë si PDK është një dakordim që pa marrëveshje politike nuk votojmë asë një president. Diskutimet ma detajshme se qka edhe qysh kanë qenë rreth emrit, besoj që jenë të hershme për me u diskutu, por që pritet me pas, besoj edhe takime tjera edhe, por që është një, do më thonë, veprim jo i duhun për i kryeministrit, i cili të duhet të krijon të institucione stabile, edhe të kishte kohën edhe të veprimeve nga unë e gjitha subjekteve politike, këto negociata të duhet, ose diskutimet të duhet të fillonin shumë ma herët, sepse edhe kishim ardhë besoj të në zgjidhje shumë ma e mirë, pa presionin e kohës, pa të gjitha. Këtu e përdorë, dhe më thonë, çështjen e afatit kohor si presion edhe për partitë opozitare, nëse ato nuk dëshirojnë me ose friksohen prej zgjedhjeve, e përdorë edhe më shumë tek deputet e tinën e lëvizjes vendosje si shantazh për ndëgjueshmëri ose për ndryshe shkojmë zgjedhje edhe e ka përdorë që mu ka habit, do më thonë, në raport edhe me presidenten. Po pikërisht sepse e përjashtoni farforme si do të jetë kandidatët e tyre. Ju e dëgjoj besoj edhe sot që Arbria Nagaçi, shefja e grupit parlamentar, tha na s'kemi kërkuar vot për Osmanin presidente. Unë dëgjova edhe deklarimin e kryeministrit, edhe të shefes grupit parlamentar të Vetëvendosjes, edhe të disa deputetëve të vetë Guco, dhe nuk pash asnjë shenjë që ata kanë me propozuar emrin e presidentes Vjosa Osmani për presidente. Pse mendoni që s'do ta propozojnë? Sepse krejtë akuzuan Osmanin se ja u kryti një shërbim me 28 dhjetor që ja u lan. Pse mendoni që s'do ta propozojnë? Ata nuk po japin shenjat, paktën në deklarimet e tyre që nuk do ta propozojnë. Edhe arsyet i din ata, unë besoj që në aspektin edhe të pamjes si konkurrencë, edhe të Guxos, po edhe të Vetëvendosjes, ata e shohin si rrezik Vjosa Osmanit. Edhe mendoj që kjo mundet me qenë një emëruesi përbashkët, sepse, dhe më thonë, një mandat i Vjosës është përfundim i të drejtës për me qenë president matutje edhe për gjatë këti mandati, ajo kish pas edhe atë autoritetin edhe të kundërshtimit edhe të vetë qeverisës edhe gjithë shkafit për me ngrit veten edhe politikisht, edhe ata e kalkulojnë jashtëzakonisht mirë, madje guxon në qoftë se Vjosa Osmani mbas 5 viteve kthehet në politikë, edhe roli e ndikimi tyne në raport me presidentin është minimal, kështu që ata dojnë me rujt ndikimin e tyne brenda koalicionit edhe politikë në përgjithësi, por edhe kish me qenë një kundër kandidat kogja serioz në aspektin e politikë bomjes edhe në nivel nacional edhe ndaj vetë kryeministrit, për shkak që dihet që kombinimi Albin Kurti Vjosa Osmani ka ndiku që më orë të rezultati kjo që është, madje edhe në këto zgjedhje, dhe me thonë, jo vetëm në zgjedhjet e kaluara. Edhe të qenë presidente, thoni që ajo edhe të ndikoj? qenë presidente, kryeministri ka përdorur jashtëzakonisht figurën gjatë zgjedhjeve, figurën e presidentes në takime ndryshme, në aktivitetet përbashkëta, me thonë, edhe veprimet, dhe me thonë, apo ndamjet e pushteteve tek populli fillojnë shumë ma vonë me u pa edhe me u ndje se sa që atu ndodhen realisht. Por pastaj edhe caktimi i datës, edhe gjitha aktivitetet tjera, veprimet kanë qenë, dhe me thonë, cilat i kanë kontribu lëvizjes vetëvendosje. Kështu që më ka habit pak si kryeministër me guximin e deklarimit aq direkt, në një farë mënyrë që nuk do t'jetë Vjosa Osmani si kandidate për presidente, po të shofim tash edhe këto ditë këtë qafë që ka. A mendoni që është hakmarrje ose po i hakmerret edhe nuk ja fal Osmanit ato të cilat ajo i ka thonë më herët sa ishte në LDK për Kurtin, sepse shumë nga brenda thonë që Kurti nuk fal, ti thua është Chavez e diktatore të tilla. Mendoni që është edhe kjo hakmarrje me që kësaj radhe nuk po një farforme direkte nuk pati nevojë për Osmanin, sepse doli dhe fitoj, si me thonë, vetë votat 51%. Unë ma shumë e shoh për planifikimin për të ardhmen se sa e kalumja, se
na e kemi pa veprimet, mas shumë se sa që i ka afru njerëz që i kanë kundërshtu, edhe sot pjesë, të ekipes, stafit, gjithçka i ka janë kryesisht njerëz që kanë kundërshtu Albinin, nuk janë ata që kanë mbështetur dhe ka filluar rrugën me ta. Shumica e njerëzve që ka filluar rrugën, ka vazhduar dhe ka qëndruar derisa ka ardhur në pushtet, nuk i ka mas vetë. Ka njerëz krejt tjerë që kryesisht kanë qenë kundërshtarë të tij politik. Nuk, edhe ai i duhen ata sepse i përdor ma lehtë se sa dikon cili ka ndërtuar rrugën me ty, ai nuk e thën qëndrimin. Kështu që në atë pikë unë i shoh më shumë për shkak të planifikimit për të ardhmen që mundet me pas si rrezik se sa për të kaluar ose lloj hakmerrje ndaj deklarimeve të tyre që kanë pas edhe në kuvend edhe jashtë kuvendit më. A po si tentim për ta themi për ta largu ose për t'ja heq rëndësinë LDK-s, duke thënë që me LDK-n jemi me 15 votat LDK-s jemi në prag dhe nuk guxojmë me rreziku dhe na duhen 84-5 deputet. Ishte kjo që ta ofroj PDK-n, themi, në një marrëveshje dhe ta zgjedh presidentin me PDK-n dhe jo me LDK-n? Nëse e shen bazë numrave, nëse i kalkulon, del ashtu, por kjo është një, dhe më thonë, edhe po e them në aspektin praktik me ul pazarin në raport me negocimin, diskutimin apo vendosin para aktit krym, që me thonë që ti ki kaq vota, nuk mundesh me vendos, ose mbështetet që ta, ose bëjmë me dikan tjetër që juve nuk ju pëlqen hiç. Do thonë ma mirë një keqe pak me vogël sipas tyre në thojza, po them, ose për ndryshon e vazhdoj me dikan tjetër që i kam numrat edhe juve nuk ju shpërfillë hiç. Po janë, domethënë, është qëllimisht e ardhur si momentumi, sa që është shumë vështirë me bëj çfarëdo lloj kalkulimi, paktën në diskutim për me jap një orientim edhe na këtu, edhe kanë me qenë veprime nështë minutave të fundit për caktimit se kush ka me qenë president apo kemi me shku në zgjedhje. Megjithatë, kur ti thash që nuk janë për zgjedhje, asaj, po as partitë opozitare që ja kanë thënë ta kem, po mendoni që do të mund ta gjeni kush do të ishte emri, themi kështu, i përbashkët ose i konsenzuzi që do të ta bënte edhe votën e PDK-s unanime dhe të jeshte aty. E pa mësot një deklarat të zotit Hoxhaj, i cili tha që secili kandidat nga familja e Sharit do të thonë po, mendoni që mund del një kandidat nga familja e Sharit duke edhe parëmbrëm që ishte Kurti atje në orët e vorën të natës? Nuk e di veprimet cilat do të intermerë zotri Kurti, por në aspektin e mbështetjes për mu, si cili kandidat që ka dakurtim grupin parlamentar, të PDK-s e ka mbështetjen time, për shkak që është edhe marrëveshje politike cilën unë e kom bo me PDK-n, kështu që nuk është që kom nej kundërshtim absolutisht me qenë dikush i familjes Jashari, edhe që ka mbështetje të grupit parlamentar, me shumë knatësi kësha mbështet edhe unë pas një problem, por që është, do më thonë, vendim i përbashkët i grupit parlamentar cilën do të marrim bashkarisht për çështjen e presidentit, por unë këto ma shumë i shoh takimet, lëvizje taktike që është duke i bo kryeministri janë, do më thonë, tregimi i qasoj historijës që unë jem ai që vendosi dhe zhvlefësimin e secilit që e takon që pa ndihmen edhe pa mbështetjen tem nuk mundesh me heq tutje, qoftë edhe të vetë vjosës presidentës Republikës Kosovës, qoftë edhe secilit. Domethënë, na veprime të tilla gjatë këtij historike të kom pa të përditshme të kryeministrit, domethënë edhe në zgjedhjet lokale, domethënë ka plot kandidatë që nuk i kanë mbështetur dhe nuk i ka vizituar asnjëherë para ballotazhit, edhe që kanë qenë figura shumë të rëndësishme, i kalon me shku në ballotazh, domethënë qëllimshëm, për me i tregu që pasaj unë vijë dhe të bëj kryetar komunës. Edhe ka ndodhë, ka shku, është angazhu, edhe ka bëj kryetar komunës. Ka raste, edhe në këto zgjedhje, po edhe në cilën parë zgjedhje cilat kanë kalu, ka jep, ka një shembull tillë, ajo është ma shumë shembull edhe edukues për njerëz që të mban parti, por edhe njerëz që dëshirojnë me bashkëpunu, tu i tregu që po nuk qëndrove në linjë, nuk mundesh me pas sukses. Ose pa mundësun bësh asgjë. Absolutisht, edhe fatkeqësisht shumica dërmuese janë bind, janë rreshtu, edhe domethënë për mua është fatkeqësimi po domethënë shumicën e deputetëve me ngrit dorën pa lexuar as edhe një amandament as edhe një ligj.
voton për kundër dhe nuk e ka as fizikisht, as nuk e ka hap emailin elektronike të cilën e ka, edhe voton veç pse i thot shefja e grupit ose dikush prej partisë që duhesh me votu në këtë mënyrë. Nuk është përfaqësues si popullit, nuk e bojnë derë as demokracisë, as vendit, as shoqënisë njerëz tillë, por që kështu po veprojnë, kështu po dojnë, kështu po ju ecë, kështu i ka votuar edhe qytetari, do me i respektu në këtë mënyrë të bombës politik në aspektin e të drejtës demokratike po flase, për ndryshe nuk është duhemi me i respektu edhe me i mbështet, me i vlerësu, absolutisht angazhimi jonë është me i kundërshtu ditë edhe natë veprimet tilla të cilat janë dëmshme për vendin. Po, a ka diskutu shkurtkrit, a ka diskutu zoti Ramoni PDK-ja, grupi parlamentari i PDK-s, se nëse propozohet Vjosa Osmani do të qëndrojë në sallë apo jo? Ja, nuk është diskutu. Çështja e presidentit në grupin parlamentar të PDK-s nuk është diskutu asnjëherë deri më sot. Nuk është diskutu përmbajtësisht, ka pasur diskutime shoqënore kështu, po jo në si pikë treni i ditës rreth edhe me marrë qëndrim. Edhe me marrë qëndrim, për shkak që nuk ka pas veprime të cilat na kishin obliguar. Ose realisht ende nuk ka se kandidat zyrtar s'ka, me se pa i pas kandidat zyrtar pas ka pas takim as diskutim deri dje, domethënë deri para 2 ditë për çështjen e presidentit, kështu që në mbledhjet e ardhshme besoj që do të diskutojmë pak më në detaje në grupin parlamentar rreth kësaj çështje, për të parë se çysh ka me qenë veprimi. Përndryshe mendimi jam do të ishte që vendi do t'i bënte më shumë nder, e di që ka kosto financiare, por për të ardhmen shkruajmë janë zgjedhja se sa zgjedhja e presidentit, të cilin nuk mendoj që jo si president, por si pushtet i përgjithshëm kish me qenë besoj shumë problem për të ardhmen, e sidomos nëse, domethënë me këtë çështje absolutisht presidenti do ta detyronte të bëhet pjesë e garës politike, qoftë me një iniciativë vetën, qoftë me çysh do që jetaja, e mendoj që kishin ndryshuar edhe rezultatet në përgjithësi, edhe kishin pa edhe vetë qytetarë që domethënë ky vend është u shku drejt autokracisë, një pushteti që kontrollon edhe legislativin, edhe ekzekutivin, edhe gjyqësorin. Edhe si tillë, unë besoj që zgjedhjet do të ishin një veprim më i duhur se sa zgjedhja e presidentit. Po, e kam një pyetje të fundit, zoti Ramoni, pse po tërë procesin në Hagë të fjalës përfundimtare që u tha edhe ka avokatët mbrojtës, edhe nga 4 ish-krerët e UÇK-s, por edhe nga prokurorët e speciales. Ajo dhe pastaj nuk u miratu në komision, por as në buxhet nuk u fut mbështetja financiare për ta. Domethënë këto dy si pot ju këto. Fatkeqësisht aty kemi një gjykim të padrejtë ndaj luftarëve të ushtrisë lirimtare dhe themeluesve të UÇK-s, edhe të njerëz që kanë jepur një kontribut jashtëzakonshëm për vendin tonë. Prokuroria kërkesa e saj domethënë janë pa drejta në momentin që kërkon domethënë dënim të unifikuar ndaj 4 luftëtarëve, domethënë aty tregon që nuk ka një vlerësim të drejtë për shkak që nuk munden secili me pas domin e as dobin kurrë në nivelin e një që me pas edhe ndëshkimin. Unë shpresoj që në fund gjykatët japin vendim të drejtë meritor, i cili besoj që duhet jetë vendim për lirimin nga gjitha këta akuzat që i rendojnë ata, dhe besojmë edhe shpresojmë edhe lutemi për këtë gjë, sepse ata edhe i duhen familjeve tyne edhe vendit, edhe shoqënisë që t'jenë këtu dhe të vazhdojnë kontributin, cilën ju ka ndalë përgjysmë kjo gjykatë, por është edhe cënim edhe i gjithë luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës që ka ndodhur në qoftë se nuk lirohen edhe nuk shpallën pafajshëm 4 udhëheqësit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sa i përket mbështetjes, me qenë se është diskutu, nuk po du me hi ma thellë për arsyet sepse janë pa shpjegueshme dhe me që procesi është deri në fund drejt fundit po du me lënë me kaq, por është skandaloze me domethënë thjesht s'don shumë koment ajo pjesë e mos mbështetjes financiare.
Thjesht sepse nuk u mor parasysh në fakt asnjë amandament i opozitës këtu nga qeveria. Qasja ka qenë çdo herë në përgjithësi e qeverisë së tillë, dhe ka me vazhdu edhe shumë ma shumë në të ardhmen, domethënë lunë në rolin e bashkëpunuesit kur i dohen votat cilat nuk i ka. Ta zonë të çështjet e marrëveshjeve ndërkombëtare, aktrimi, konstruktivitetit, afrimit me shefat e grupeve parlamentar, po bashkë kemi kalu, çka do shikoj interesat për bashkë, duhemi mi shtyp për bashkë. Domethënë, momentin që arrin i kalon ato marrëveshje ndërkombëtare, fillon qasja përjashtuese me njerë. Aty ka pas amandamentet, domethënë, shumë të rëndësishme, cilat kanë pas të bëjnë direkt me mirëqenien e qytetarëve edhe cilat të duhet mbështesen. Për shembull, njëri prej amandamenteve ka qenë ndërtimi i onazës së Prishtinës. Mos mbështetja e secilit deputet ndaj ndërtimit të onazës së Prishtinës është direkt vështërsim i jetës së secilit qytetar në vendin tonë. Pa ndërtimin e onazës së Prishtinës nuk ka me liru komunikacioni, ka me pas vështërsi në qarkullimin e njerëzve dhe të modrave, ka me pas vonesa në punë, ka me pas, ngulfatja e cila është ndodhur në qytetin e Prishtinës është pikërisht për shkak të mungesës së ndërtimit të unazës së qytetit. Madje aty 84 milion euro janë grant cilat po humben për shkak të mos kësaj mbështetjes. Ka pas edhe shumë amandamente cilat kishin ndiku jashtëzakonisht mirë, kishin ndiku edhe vetë qeverisjes me jepni performancë shumë pozitive, por fatkeqësisht qasje e tillë ka qenë, është dhe do të jetë, unë ashtu e shoh në të ardhmen për shkak që arrogancën të cilën e ka pas gjatë mandatit kalum, veç ka me vazhdu, me zhvillu edhe me rrit edhe ma shumë gjatë këtij mandati për shkak që ka edhe ma shumë numra se sa që ka pas më herë. Po sigurisht, Zdraman, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Infod. Shumë faleminderit edhe juve. Grazie. Të nderuar shikues, faleminderit shumë që qëndruat me ne kaq kishim për sonte deri nesër, bashkë miropafshim.